kemi një emër, akoma nuk kemi një propozim të një kandidati apo një marrëveshje temi mes partive opozitare dhe partisë në pushtet, një konsensus pra se kush mund të jetë në pozitën e presidentit të vendit. Dhe nëse pra dështojmë të kemi një marrëveshje deri ditën e nesërme, atëherë vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja. Gjatë vikendit ka pasur zhvillime, pra ka pasur një propozim nga ana e kryeministrit të vendit Albin Kurti për partitë opozitare dhe pikërisht për këtë propozim themi për këtë ofertë do të diskutojmë edhe në këtë pjesë të parë të emisionit. Kam kënaqësinë që për të biseduar për këtë temë të kem në linjë telefonike analistin politik Blerim Burjani. Zotëri Burjani, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Pra kemi pasur një vikend me interesant, me zhvillime, me ofertat, themi kështu, nga ana e kryeministrit Kurti për partitë opozitare, por që prapë se prapë deri në këto momente pa një marrëveshje. Si i keni parë këto zhvillime të fundit? Po këto janë, më me thonë lirisht, janë çështje dramatike që po zhvillohen. Zoti Kurti është i vetëdijshëm se është ka shkuar shteti drejt zgjedhjeve. Pra është friga atina, apo mund të them edhe panika ati e madhe në këtë drejtim se për të ndalë domethënë këtë trend të zhvillimit dhe për shkuar përpara domethënë me një zhvillim tjetër, pra me një propozim që mund të vjen edhe nga opozita për të shpëtuar dhe mandatin e tij qeverisë, sepse ai e di shumë mirë që nuk do ta ketë më lehtë të merr 50+1% në zgjedhjet e ardhshme, por që vetë shkuat në zgjedhje. Gjasat janë të mëdha që të shkuat në zgjedhje. Normal që ai duhet me shupe, dhe do është me shupe shumë herët dhe është vënu shumë, domethënë në këtë situatë, çfarë po mbretëra e Kosovës që një kohë gjatë. Ai shumë po pret, që më thonë sekondat e fundit dhe minutat e fundit të me dështu prapë, sa gjithmonë mëson me dështu në fund. Pra nuk jam optimist fare sa ai do të ndryshojnë do e farë qëndrimi apo opozita do të ndryshojë qëndrim, sepse ka shumë zhvillime që janë bë dhe tash është puna me inatit, nuk ka punë që nuk ka punë për të zgjidhur problemet e shtetarëve, apo për të zgjidhur problemin kushtetues dhe konfliktin, po si është si me shku në zgjedhje sa më parë, sepse opozita veç ka thonë prej fillimit që është e gatshme të shkojë në zgjedhje, edhe zoti Kurti e ka pa që është duke u devalvuar si figurë politike në Kosovë. Domthonë, sa më shumë që ka zgjedhje në Kosovë, aq më shumë do devalvohet lëvizja vetëvendosja dhe edhe zoti Kurti politikisht. Pra është shumë rëndësi për ta që mos me dështu dhe me zgjedh një president çfarë do qoftë ai që vjen nga opozita, që është figurë unifikuese, që mundet me ardhur nga bota akademike apo nga shoqëria civile vetëm për të ruajtur ai mandatin domosdoshmë qeverisës 4 vjeçar. Pra ai tash është në një panik, ka edhe frikë, ka edhe natyrisht edhe hezitim të madh për me shkuar në zgjedhje, sepse e di që zgjedhjet e vazhdueshme kur çdo do bie ti nuk i sjellin, por mund t'i sjellin vetëm dëm lëvizje vetëvendosje dhe qeverisës së tij. Pasi që ai nuk po bindet në asnjë variant, pasi që ai prapë po tham nuk po bindet në asnjë variant që shteti qeverisë të Kosovë përmes sistemit konsensual, se kushtetuta është konsensuale dhe kërkon qeverisje konsensuale, pa cilën nuk mundet me funksionu asnjë subjekt politik, edhe po ta ketë shumicën absolute, përkaq se ta ketë shumicën 50+1, prapë i vijnë domethënë me poste dhe vota brenda kuvendit për gjithë presidentin e shtetit, për bërë ndryshimin kushtetuese që kërkohet edhe dy fishi pakica dhe për të kaluar marrëveshje ndërkombëtare. Pra, ky nuk ka qenë i gëzuar fare as kur ka fituar herën e fundit në zgjedhje, sepse ka ditë shumë mirë që nëse nuk zgjedhet presidenti i shtetit shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra situata është kritike, është dramatike, është problematike, po humb stabiliteti politik Kosovë, po humb edhe ndjenja e qytetarëve me dalë në vota, ajo ndjenja pozitive që duhet me dalë me krye një detyrim kushtetues dhe shtetëror, pra po humb gjithçka, po humb në sajt e asana që zoti Kurti nuk është në gjendje të lëshojpe, ama bashkë në asnjë variant, në asnjë version. Megjithatë, mund të them që herën e fundit kur ka thonë që mund propozohet një figurë unifikuese, prapë ai mendon që nëse opozita e propozon, prapë ai do të vendos apo ajo. A do ta pranoj atë si person unifikues apo president unifikues apo jo, prapë lën atë farë diskrecionin për veti. Është shumë i vështirë dhe i komplikuar me punu me zotin Kurti dhe tash ai nuk e dihet më çfarë është duke menduar për momentin, veç po dihet një që nëse edhe deri nëse proma deri në orën 12 natës nuk zgjedhet presidenti, përkaq se nuk dihet kush është presidenti i vendit, atëherë shteti shkon sërish në zgjedhje dhe kjo do të paraqet domethënë një humbje të madhe të zotit Kurti në aspektin e ruajtjes së stabilitetit politik, qeverisës dhe institucional të shtetit të Kosovës, si në raport
në raporte politike brenda vendit, ashtu edhe në region dhe me larg apo në bashkësi ndërkombëtare. Në fakt, kur bëri një propozim të tillë zotri Kurti për partitë opozitare, pra që të propozojnë një emër, një kandidat unifikues që mund të jetë dhe larg pozitave politike, në fakt afati ishte që ky propozim të ndodhte deri të dielën në mbrëmje, çka do të thotë se një afat i tillë u ka kaluar, por vetëm përgjigje që ishte nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila në fakt zotria Abdigjiku u shpreh përmes një statusi në Facebook ku thoshte se nëse doni marrëveshje politike me LDK-n, atëherë flisni me ne, presidentin e propozojmë ne me plot përgjegjësi, mund të propozojmë edhe Vjosa Osmani, pra i vetmi emër që u përmend tamam, nëse pra i garantoni 66 vota për të. Mund të kemi një marrëveshje të tillë apo një emër i tillë për zotrin Kurti mund të jetë i papranueshëm? Si e vlerësoni? Zoti Kurti është është mbështet për muri që shtojnë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ose pranoi këtë ose herëtor, dhe shteti shkon në zgjedhje, pra kjo është më tepër bllokat për zotin Kurti, pra në kuptimin politik ai bllokohet, sepse ai e di shumë mirë që Vjosa Osmani ka prish raportet me to dhe nuk paraqet ndonjë figurë politike unifikuese me zotin Kurti në politikën e ardhmet e vendit, sidomos në politikën e jashtme të shtetit të Kosovës, por edhe në zhvillimet e mbrëmshme politike nuk do të jetë më lojale asnjë milimetër ndaj tij. Pra politikisht, unë mendoj që ma tepër është lojë politike e Abdigjiku se sa që është qëndrim zyrtar. Ju e dini shumë mirë, po them këtë se zonja Osmani ende nuk është bërë as antare e Lidhjes Demokratike e Kosovës, përkatësisht nuk u kthye në LDK ajo, dhe nuk ka dhënë ndonjë deklaratë e cila thotë qartë se ajo kthehet në Lidhjen Demokratike e Kosovës dhe është kandidate e LDK-s për presidente të vendit. Pra, kjo është ma tepër dyqysh e çuditshme mënyra e sjelljes së zotit Abdigjiku në këtë variant, në këtë mënyrë, domosdoshmë një herë Vjosa ka dalë për atij subjekti politik, e kalon kesh LDK-n, e kalon mjaft të rënd LDK-n, pastaj po kthehet sërish, po thotë që është mirë me propozu të njëjtin person i cili ka shul Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe prap me propozue Vjosa Osmani, kjo i bie për inotit e zotit Kurti, ose me bloku Kurtin me thonë që ndash me pranu këto, pranoj, ndash jo, kushtë askujt, mirë po këto skenat të çuditshme çfarë bëhen dhe ky konfuzitet i çuditshëm që ndodh në politikën kosovare, as në Afrikën e Jugut, as kërkon botë nuk mundet me ndodh gjithë ky obstruksion që bëhet domosdoshmë në variantat më të këqija për shtetin e Kosovës, pa për qytetarët edhe që janë qytetarët në gjendjet e tillë ku partitë politike e kanë kap shtetin dhe vetë vendosin për shtetin pa pyet qytetarin, se qytetari s'ka pyet më kush, sepse s'ka pas ndonjëherë pyetje relevante që është bërë qytetarëve apo ndonjë peticion që ka organizuar dikush nga qytetarët me kërku domosdoshmë ndryshim tjetër të gjendjes politike, pra dhe qytetarët janë pasiv, partitë politike kanë kap shtetin dhe kush e kërkojnë. Pra unë mendoj që zoti Kurti nuk ka shumë varianta dhe shumë versione, nëse veç e ka seriozisht LDK-ja që ta paraqet si kandidaturë zonjën Osmani, atëherë i bie mirë me pranu. Unë kisha thonë që zoti Kurti duhet ta pranoj çfarë do propozimi që vjen, për shkak se ai është në pozicion të rëndë dhe mund të jetë në pozicion edhe më të rëndë në rast se dështon me zgjedh presidentin e vendit. Ai është mos i politikan i padobishëm në kuptimin e zhvillimeve të relacioneve regionale dhe ndërkombëtare. Pra është i padobishëm në kuptimin se shumë pak ka qasje në politikën ndërkombëtare apo është më shumë i izoluar ndërkombëtarisht, edhe pse zhvillimet e fundit janë pozitive. Kjo aprovimi i marrëveshjes ndërkombëtare për që Kosova apo ushtarët e saj të shkojnë në Gaza, kjo është një çështje mirë që ka kalu, po në pjesën tjetër të integrime europiane dhe të dialogut me Serbinë, domosdoshmë ka ngjetë shumë dhe është njëri i pabesueshëm për Serbinë. Prandaj po shohim lojrat e tina të ndryshme, ai ka edhe kapacitetet e mangëta profesionale politike. Mirë po ka një fjalor që si fjalori për me folë mënyrë poetike, një retorik, domosdoshmë formë proze, kanë herë formë poetike. Domosdoshmë nuk sjell kurrë të reve që një retorik të fjalëve që nuk ka zgjidhje, por vetëm flet që ashtu mësua. Mësu me folë, me dhon në rang kështu, që shtojnë gjuhë popullore dhe mos me zgjidh kurrë. Dhe natyrisht me luajt rolin e viktimës, sa i pelon tash rolin e viktimës, dikur e shantazhoi kjo opozitën. Ja voton e këtë, ajo që ai zgjedhë, tash e ka po që son e shantazhon,
tash po paraqitet si viktim në opinion publik. Pra ky ndryshim se ato nuk pedon opozita. Pra ky ndryshimi qëndrimi sepse themi deri të premtën ishte këmbgulës që emri i presidentit të vinte nga radha televizijës vendosje dhe pastaj ndryshoi qëndrimi i tij që nga e premta pra në vikend mund të propozoni pra një kandidat unifikues. Në fakt deri në të premtën themi kështu ishte edhe në takimin e fundit pra që mbajti me partitë opozitare, ishte ai me Lidhjen Demokratike të Kosovës ku prap në këtë takim u tha që është diskutuar për president vetëm një emër që ishte Glauk Konjufca. Pra pse e shtyu deri në këtë pikë pra themi qëndrimin e tij ta mbaj deri në themi 2-3 ditë e fundit para përfundimit të afatit kushtetues dhe më pas të tërhiqet dhe të thotë që në rregull tani mund të propozoni ju një kandidat unifikues. Po kjo është kalkulimi i tina, politik. Kalkulimi i tina deri në momentin e fundit. Nëse ka thonë para momentit fundit, e thotë me kalkulu nëse opozita veç është e bindën që duhet është e bindën që nuk do zgjedhë, po do më shku dhe më thonë me zgjedhë presidentin e vendit, pra është ma tepër lojë e tij në retorik, në retorikë e tij e vazhdueshme politike që e bën ai. Ai nuk është mirë me thonë, domethënë deri te dielën, duhet me prit deri afatin e fundit, domethënë te 28 prillit, nuk duhet me thonë si kryeministër ose si lider politik në fund të fundit televizëve vendosja me thonë që këtu përfundon krejt nëse nuk propozohet një kandidat. Ai me Glaukin s'ka çka shkon, domethënë aty fare në atë kuvend pa marrëveshje paraproke me opozitën. Pra opozita ka thonë që s'u zgjedh dikon prej radhëve tua për president, pra duhesh me zgjedh një person tjetër, përkatësisht do të jetë një person konsensuar që quhet, me zgjedh dikon një person konsensuar që ka sa dush të tillë, mirë po nuk ka partitë politike kur në Kosovë nuk kanë heqë dorë për presidentin vetëm në një rast në kohën e Dellit kur ka qenë ambasadori i Dell dhe Atifeta Jahjaga u bë presidente e Sarfit që u quajt. Kur më Kosova, përkatësisht partitë politike saj nuk janë pajtu që të zgjedhet dikush nga radhët e qytetare, përkatësisht nga bota akademike apo shoqëria civile apo një figurë markante kulturore dhe politike e vendit që nuk është pjesë e politikës aktuale të mbrëmshme dhe zhvillimeve të mbrëmshme politike që ndodhen në Kosovë. Pra kurti nuk duhet edhe me thonë po ka kohë edhe s'ka kohë, edhe me qita afat edhe pastaj me thonë dhe dielën në fund dialogi duhet bëhet dhe në momentin e fundit Unë pres që dialogi duhet me zhvilluar dhe në momentin e fundit dhe në ora 8 natës. S'po thëmë dhe në ora 12 kur edhe s'ka dëmë përfundimisht dhe më thonë koha, por natyrisht që duhet me bëhet përpjekje maksimale sot edhe nesa me shfrytzuar politikisht me shfrytzu politikisht kohën dhe me shku me fol me opozitën dhe me gjetë një zgjidhje në gjitha variantat e mundshme, sepse unë po them, ai është ka devalvuar si figurë politike edhe brenda vendit. Sa më shumë zgjedhje që ka, ai vjen të hup në vend. Prandaj ai tregon që nuk është i zoti me qeverisë, nuk është i zoti apo nuk ka fleksibilitet politik dhe nuk ka zotësi politike për të zhvilluar shtetin apo për të çuar përpara shtetit. Pra kërkesa ime vetëm për to ka qenë gjithmonë me heq dorë për temave të cilat është të pamundshme të bëhen, siç është ajo inati dhe me mbajt çdo post për veti, sepse ky shtet me këtë kushtetut nuk ta lejon këto, dhe ai nuk u bind asnjëherë, por as nuk e ka pyet kënd, po edhe po ta pyet kënd njëri i cili nuk është njëri i cili duket më tepër i papërgjeshëm, se ka boll njerëz që mund të pyeten ose mund të këshillohet me njerëz. Edhe më ofru mi thonë hajde me të këshillohesh një njerëz që nuk është interesuar kërkosh me këshillu, vetëm me çashtu ju ka pik vet, çu shtojnë. Ka disa çështje dhe tema politike dhe çështje vendimarrje që vet vendos ai çfarë do me bë vet, pra ai po bën gabime të mëdha për mendimin tim. Unë kam thënë edhe më herët, ai duhet sa më parë domethënë me heq dorë piksojnë me gjet presidentin për VVS, e mos me baj gare se s'mundet me bë votat kur. Edhe se nuk mund t'i ketë praneshëm brenda 80 vet apo më shumë në kuvendin e Kosovës për të shku deri në rundin e tretë minut pranë edhe me 61 vota mos zgjedh përkatësisht me shumicën e thjeshtë që duhet me zgjedh domethënë presidentin e retret. Pra ai dosh me koni vetëshëm, ju that pyetjem pse. Po mas pori vet nuk di më të përgjigj ai me pyet pse e bëti këto. Se me pas ditë përgjigjen vet, me pas ditë përgjigjen vet e kish bën edhe detyrimin, e kish nxjerrë edhe vendimin që shtojnë. Kish vendos, kish thonë, ja, ky është propozimi jam, mund të jetë propozimi të gjithëve domosdoshmë. Po as që marr me atë punë, po ka edhe shumë figura tjera që nuk janë në jetën politike,
por nuk janë pranueshëm. Unë tash po duhem i përmend me emra të cilat shumë spekulojnë në opinion publik. Gati 90% për tyre që janë spekuluar publikisht nuk janë njerëz, janë ka njerëz të subjekteve të ndryshme politike dhe nuk paraqesin domethënë një figurë unifikuese, po paraqesin figura gjithmonë të përzierë politike në herët në shumë subjekte politike apo në zhvillime dhe konflikte politike verbale të mbrëmshme të vendit prej viteve 90. Pra nëse propozojnë gjë njerëz të tillë, ata edhe nuk kalojnë. S'ka gjasa me kalu, domethënë asnjë prej tyre që përmendet, përveç se nëse është dikush i përnime, është figurë e cila nuk është përzi asnjëherë në jetën politike në vend dhe ka qenë person domethënë i cili ka qenë domethënë i orientuar me drejt interesit kombëtar, apo ka qenë person i zhvilluar si në aspektin akademik apo situata tjera. Pra unë nuk po shoh këtu tjetër çështje, ndoshta është përmend Bashkim Jashari prej tina, apo tash është problemi i madh, kemi orë në momentet e fundit, nuk mundesh më me lujt me këtë tema se ka hup shumë kohë. Edhe tash ju e dini, opozita nuk ka pëlqyer as qendrimi i opozitës, të them të drejtën. Kur kjo është ajo që desha të pyes. Ata duhet me bisedu në fakt për të gjitha interesat që ka shteti unë, jo me thonë, na s'dojnë me bisedu se për president më fare se u kry kjo punë. E ky tjetri thotë, as afatin në kohor nuk e pres, dhe dillen që ta afate doan. Kjo problemi i kursime, i afateve, qëtë njëna tjetër sa afate, nuk ka kur farë kuptimi dhe që ka absurditeti dhe ka zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pra edhe nga ana e opozitës, themi në këtë rrugtim, po e marrim shembull të fundit, në fakt 30 ditor, që nga vendimi i gjykatës kushtetuese, keni parë një opozitë bashkëpunuese apo një opozitë që ka qenë më shumë e interesuar për të shkuar në zgjedhje? Ja, ata s'kan pas bashkëpunim ndërmjet tyre. Secila ka negociuar me zotin Kurti në mënyrë individuale apo në mënyrë parciale. Edhe zoti Kurti me ta ka vika i kafe ku gjubos ka me ta, vetëm në mënyrë individuale, ata s'kan pas qëndrim. Zoti Haradinaj është i përjashtuar plotësisht nga kjo situatë politike, nga kjo krizë politike që po ndodh. Edhe pse apetitet e tij gjithmonë kanë qenë me kon president, me plotësuar çat karrierën e vet politike sa kon kryeminist, tash i ka me veç një pas me u bë president edhe me shku në pension për hershëm. Unë mendoj që zoti Kurti opozita s'ka qenë e përqartë, po opozita ka qenë e qartë. Pra, nuk ka qenë e përqartë, po e qartë. Ata dojnë zgjedhje, për shkak se Kurti nuk është i zoti me gjithë zgjidhje. Shumë thjesht. Ata e fajsojnë Kurtin që ky është i zoti me gjithë zgjidhje dhe është partia më e madhe në vend që përfaqëson interesat politike të shtetit Kosovës. Ai nëse nuk paraqet ai ndonjë figurë politike konsensuale me qujt, atëherë pse këta duhet më marrë me ta, sepse edhe ashtu edhe po të propozojshin ata kandidat pra për kandidatet e tyre nuk ecin apo nuk i marrin votat në vendin e Kosovës. Pra opozita, unë nuk po them që është e bashkuar, se këta kur bashkuar janë kanë, po këtu e kanë interesin e përbashkët. Me shu pendaj Kurtit dhe me çu shtetin e zgjedhjes, sepse unë kam thënë nuk është përgjegjës është në radhë të parë Kurti, sepse është njeri i cili apo përkatësisht është lider politik për momentin që është në një situatë që ka ndodhur në Kosovë tragjike, domthonë pasi që skena vjetër politike kompromitu përmes korrupsionit dhe formave tjera negative, këtij rasti akcidental më bë kryeminist dhe më bë çka don në sojët e mungesës së vullnetit politik qytetar që më formu parti të reja politike dhe me bë zhvillime të reja. E fatkeqësisht përgjegjësinë e mon edhe shoqëria civile, edhe bota akademike, edhe gjithë spektri i gjanë shoqëror politik Kosovë e mon përgjegjësinë pse nuk është krijuar iniciativë e re dhe pse s'ka iniciativa të reja politike. Dhe në herë po them, zoti Kurti ka tentuar me përço opozitën, ndërsa opozita se ka përço veten, po janë përço me zotin Kurti dhe i kanë tregu Kurtit që na jena të interesuar me bisedu me ty për këtë tema dhe për këtë çështjen e presidentit, dhe tash na dojna me shku në zgjedhje. Tash kjo nuk i konvenon Kurtit as 1 milimetër me shku në zgjedhje. Gabimi më i madh do të ishte që Kurti me çu shtetin në zgjedhje dhe mos me shu deri në fund. Pra, nëse LDK ka për një me propozu Vjosa Osmanin jo me bloku, atëherë le ta propozon, nëse edhe Kurti pajtohet. Pse jo, nëse pajtohet Kurti me bashkëpunu edhe njerë me Vjosën, edhe pse s'ka pas kur farë bashkëpunimi, 2 vjet e mroma me zonjën Osmani, ka lujt këtë lujt ndryshme domosdoshmë politike. Zonja Osmani ka lujt një politikë të vetën të jashtme ndryshe, ky ka lujt një politikë brenda shtetit edhe me ndryshe, pra ka pas shumë
mangësitë e mëdha domthonë të koordinimit, edhe pse ju e dini që kushtetuta jonë lejon koordinim politik midis presidentit të shtetit dhe kryeministit, pra lejon natyrisht lejon edhe mundësitë të bashkëpunimit të ngushtë, koordinimit politik ndërkombëtar dhe vendor për tema nacionale apo shtetërore. Mirë po, ata në ndërkohë kanë bërë tema tjera, apo janë sjellë ndryshe dhe secili ka ecë rrugës vet, me thonë. Edhe 2 vjet e mbroma u pas që s'do të jetë më zoni Asmani, me zotin Kurti, dhe ky ka treguar që ti nuk i ki votat, ty s'po do në opozita, realisht opozita se do në zotin Kurtin, ko para ashtu. Pra, unë mendoj që opozita është e bashkuar vetëm në temën individuale, se intereson edhe asaj me shku në zgjedhje, po s'ka kurfar bashkimi kështu apo ndonjë platformë politike të arme, se po të kishte, atëherë ne kisha me thonë kështu. Nëse ata kanë unifikim edhe po dojnë bashkim, ata atëherë do të bëjnë koalicion dhe do dalin zgjedhje kundër Kurtit apo lëvizje dhe vendosin me një koalicion të vetëm. Pra PDK, LDK, AK, do dalin 3 bashkë, atëherë besojnë në unifikimin e opozitës. Kështu nuk besoj kurrë këtë farë unifikime. Ata ju unifikon vetëm vendimi negativ ndaj Kurtit. Kurrë tjetër. Zotri Buljani, faleminderit shumë për këtë paraqitje drejt për drejt dhe këtë bisedë që ndam bashkë për dëgjuesit, për shikuesit. Faleminderit dhe juve. Tani do të kalojmë në një tjetër